Qytetin e Kavajës u çel një ekspozitë që mban në vetvete jo vetëm vlera artistike, por edhe një ndjesi të thellë emocionale. Klubi artistik Harmonium organizoi këtë aktivitet në ndër të piktores dhe ilustratores së njohur Inxhiriana Roli, e cila fatkeqësisht u nda nga jeta pak muaj më parë. Ekspozita përmbante mbi 100 punime të realizuara me një përkushtim të admirueshëm, që nga tablo në vaj, grafik, portrete, tusk në laps, vizatime të detajuara deri tek ilustrime librash për të gjitha moshat. Kjo ekspozitë shënoi një omazh të denj për një artiste që ndonse pa një arsim zyrtar në fushën e artit, deti të krijojë një botë të sajën përmes brushës dhe lapsit. Të pranishëm ishin artëdashës të shumë nga Kavaja dhe qytete të tjera të vendit, piktorë të njohur, shkrimtar, botues librash, por edhe miq të afërt të autores, të cilët ndan vlerësimet dhe emocionet e tyre përmes fjalëve dhe pranisë të tyre në këtë ngjarje. Ajo që u vure në mënyrë të veçantë nga artistët pjesëmarrës ishte se çdo pikturë e Inxhirianës ngjan si një